Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në fillimin e kësaj dite kam shumë kënaqësi t'ju prezantoj me një këngëtare të re, me një këngëtare që ka ngjitur skenën dhe tek Lule Bora është vlerësuar me çmimin e dytë. Nuk është pak për të. Sepse të vlerësohesh, të këndosh, të shfaqesh veten, është një dëshirë jo thjesht rinore, por artistike dhe e bukur. Me mua sot në studio është Silvia Kacarozi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. A keni mirë? Mirë. Këto vajzat e reja e di që kanë pak problem mëngjesin, ngritjen. Jam qifje me pretesë, po. Megjithatë kënga është ai burim shpirti që gjithmonë ta ngroh qenjen, gjithmonë do duket sikur të thot një hap të ri hedh sot, apo jo? Po, normalisht. Unë si thash, qohem node, edhe direkt e këtë këngën teme. Ka shumë përvedi e kam bo. Të kanë ngjitur shumë. Shumë. Kjo është fuqia e muzikës, sepse hyn në shpirt dhe ndes shpirtin. Po. Në fakt është diçka e bukur që të vlerësohesh, apo jo? Shumë. Si e ndjen veten? Unë e mi vedin, dhe më thanë, si, jo si një marim ose një, dhe më thanë që kam kry diçka. Një finale. Në fakt kam fillu diçka në rrugën e muzikës. Që unë e kam pas, se po thona, anër gjithmonë. Që se kam kënë fëmi, baba me nënen, do më thënë, e kanë pas këtë qef që unë me kënë të pak të në kanë artistike. Jo për muzikë, se mund t'isha bane gjatë jenë e piktore, ku shë di. Po, kur kanë vure që mu më pëlqen muzika, më pëlqen me kënu, ata kanë vu gjithë shenë provë, edhe jam shumë e kënaqur që të paktën kam dhënë një paraqitje të mirë, një eksperiencë të mirë. Sa bukur, ke kënduar, shumë bukur. Prandaj i vlerësua, po jo? Po, ke kënduar një këngë të Shkodrës elektronike me kompozitor Kolaca dhe teksti Beatrice Gjergji. I përshëndesim, janë miqtë e studios son, kudo që të jeni, Kol dhe Beatrice. Përshëndetje dhe urime për këngën. Edhe nga unë, janë miqtë e mi, kanë ardhur këtu në studio. Në fakt, muzika që ata bëjnë është e veçantë, interesante, eksperimentojnë shumë. Si e përqafove ti këtë muzikë, sepse edhe shumë e thjesht nuk është? Të që edhe unë, si Shkodra elektronike, pra si Kola me Beatricen, jam një person shumë eksperimental. Dhe edhe mu më pëlqen me eksperimentu edhe çdo rrymë e kam provu, do me thonë. Jo se kam dalë në skeni, kam bërë në po të kësho vetë, më kupton? Po, pra ti i ndjen, do me thonë, që të shprehesh edhe në rrymë të ndryshme. Kam shumë mënyra, do me thonë, mundohem me ju fut çdo lloj zhanrit. Dhe kur niva për herë të parë këtë këngë, unë rash në dashni. Pse? Sepse kjo këngë ka disa rryma të ndryshme. Ka pop, rap, lirike dhe të lehtë. Kombinim. Një kombinim që është, do me thonë, me shumë potencë. Edhe mu më kam ma patkone direkt. Po mirë, nuk të vjen e vështirë që të kalosh nga njëri pozicion në tjetrin? Jo, nuk e di, mund të kemë dhënë ti, se kam idenë, po më vjen e natyrshme, do me thonë, nuk e bëj me zoj, do me thonë, këtë du të me bo pak ma këtej, këtë du të, do hanë, vjen vetë, më kupton? Se më ka një mua dhe pak aktrimi, se unë kam pa bo një pjesë. Do të përmendim. Pa, edhe, do me thonë, më ka një mu, po jam edhe vetë tipi shumë ekspresiv. Pra ne e kam ma thjesht. Gjë shumë e bukur. Ka dal, po ajo kënga thot ka dal, gjuhen tamam shkodrane. Ka dal. Nga dal, ka dal. Si është fabula e kësaj këngë? Të shte, kënga flet për rinin e soldit, që nuk ka shpresë, nuk ka të ardhmen këtë vend. Sepse
politika, që janë këta, nuk janë në potencialin e tyne maksimal. Ka disa probleme, që këta probleme në bajnë që rinjat të largohet nga vendi. E dhimbshme. Edhe teksti flet, ona nao janë të qilë tulipanat. Tulipanat një person me të nimin e parë thot ashtu qelë një lule. Në fakt, thot që ashtu qelë rinia. Është brezi. Është mënyra alegorike e shprehjes. Po, është gjithçka figurative. Mrapa është pjesë, është momenti që thot nuk e shef se jam të jesë në gjylpana, në smulla me jesë ma ka dalë. Do me thonë që unë këtë vend ka gjylpana. Edhe unë, një person që jesë në gjylpana, nuk ka si me jesë ka dalë. Që unë do të iko, do të eci vrep, do të largohem. Edhe lidhet me performancën që kam ba, që është zvaligja, në sensi që unë vime me valigje, kënaj kangën sa me ju diftu, se që qatë të nëllë, edhe për këtë asyje unë jam të marrë valigjen edhe jam të ikë. Një realitet që da therë, që nuk do të dëshironim, sepse vendi ytë është vendi ytë, dhe është vështirë të lesh. Ne duhet me pas shpresë që me bën një kambiament. Një ndryshim. Një ndryshim. Në fakt, edhe Shkodra elektronike, megjithëse jetojnë në Itali, prape kanë këtu. Janë shumë aktual. Do me thonë, rrinë në Itali, po din absolutisht gjithçka. Prandaj vendi ytë është vendi ytë. Sado që valigjen ta marrësh e të udhëtosh në tanë botën, këtu është koka, të kthehet, këtu është ajo. Je rahat, je ku je rrit, je ku je ba, je ku. Kush ta propozoi këngën? Atëherë, se ku ka një histori. Kola me Bean, me Beatricen, na kena pas shoqëni familjare. Edhe erdhen për vizitë. Ta dishin që unë disha me kënua dhe e më kërkunën për me kënu disha, unë kisha marrë në fakt. Edhe... Se tu dukshin ata profesor dhe ti nxënëse. Isha thjeshtën e po eksperiencë dhe kam marrë, më kuptën të shifia jam liru. Edhe i ka të zaj një kong, që kisha kënu duhet për Rezar Tasmajen, të koncertin verë që kena banë Shirok. Edhe ta u habiten, më thonë se nuk e kishin ditë që unë kisha këtë za, kisha këtë vokal, edhe me nunën, po si kur t'ja bëjmë i kongë, unë isha shumë egzume. Një ditë, merë në telefon, edhe më thot, shëve se jam të i ky lokal, hajde një kongën se e ke gati. Një çudi e jashtëzakonshme. Shkojën të lokali, ve kufet, se ishte me tekst gati, e kam një dhe kam rënë dashni me dëgjim të parë. Wow. Shumë, është... Taman kështu si... Po kjo kënga qenka taman për ty. Fiks, sepse Beatricia mu me ka në për rrjetet sociale. Të shte Beatricia ka po se qa bajun, se qfar tipit kam që më pëlqen, edhe i ka përshtat me tekstin. Mon është fantastike. Edhe muzika që është taman... Për mu që jam një tip ilvis, jam i fije, këte jam me... Të dëgjojmë se ato që po në ndjekin thonë, po Silvia, na këndo pak, është herët të vë pak në pozit, e di, po ti si të duash bëje vokalin, të ngritur, të më të ullur, si të duash? Në ka ikë marë. Atëherë po baj një copë të refrenit edhe një copë të strofës. Si të kesh qef? Onëna ojën të qilë tulipanat, onëna dili preman maskalos, nuk e shef se am të jesë në gjëlpana, në s'mune mit më ka dal. Për fundimisht në gjetan me gjumë, pshesha me kose teatrin që ka të rumë, pusje me mos, dërë tërkitje me dorca, zemra është në pushim, shipe mos harro, me drazin gjirin dhe me feshkullu. Andrat e mja kol me tingull për këto, deri në Katmandu, më falë mojnon, ka me të përqafu, pse shqiponjat kanë le për me fluturu, kujti me, janë spiron se thell,
s'kam si me pas fri. Ua, po sa bukur se më pëlqeve në kalimin e regjistrave tamam ashtu si ishte. Pa. Të mi e dalë, më thënë, kam ba za gjokësit edhe za kre, dhe më thënë, të shashnade dhe nuk ase. Jo, gjithsesi mua më erdhi shumë bukur. Mirë, ti e mësove këngën, natyrisht pranteje ishin muzikantët. Si ndikuan ata? Atëherë, unë e kam mësu këngën në shtëpi, se ka pa kanë pa ko karantinet, dhe mrapa kam shku, kam ba prova me Bled Doçin. E përshëndesim Bledin. Më ka ndihmu shumë, sepse pa ndihmën e Bledit, pa tanë ata prova, pa tanë atë mund e sakrifisë që kena ba, unë nuk kisha dhënë maksimumin tem. Dhe më thanë, kisha mujt me ba dhe ma mirë, normalisht që kisha mujt me ba ma mirë, por kisha mujt me kena dhe ma keq. Edhe, në që sa du më pa e falenere shumë, falenere edhe Rezarten, se Rezarta më ka ndihmu në artikulimin. Rezarta Smaja? Po. Sa vajzë mirë. E mrekullueshme, ashtu si që është edhe këngëtare. Ka shumë eksperiencë në skenë, edhe unë isha e re, edhe më ka ndihmu. Ka ana e artikulimit, ka ana vokale, ka ana e shprehis në skenë, sepse unë shifsha publikun, po një gjë kryesore është që shife publiku, po ja krejt në sy se mrapa shpërqendrohesh. Absolutisht. Edhe nana jeme ka ana interpretative. Kur kam bë provat, unë gjithmonë i nisha ka një audio. Beatrices edhe Kols kishim një grup bashkë me Bledin, edhe çdo ditë i nisha ka një regjistrim që basha për ditë, edhe më kallëzoshin këshilla që me ba, që mas me ba, edhe kam arrit këto ku jam që i falenderoj shumë, edhe që më kanë se sa bukur. Pra ka qenë një dëshire jotja, por që është më përshtetur dhe përkrahur nga të tjerët. Meqense e përmande, mama jote, sa kritike dhe mbështetëse është, meqense është një personalitet i skenës, është drejtuesi një institucioni si është teatri, Migjeni, e përshëndesim Ritën dhe i urojmë edhe nga ky emision këtë arritje të vajzës, gjë e bukur është, një nën në këtë pozicion është nën, nuk është aty ku drejton. Si ka ndikuar mama? Të si nana jeme është, për fatem, është njëri mas supportiv që ekziston. Është edhe si që nana? Normal. Po, si mas mendimit tem, nana jeme ka diçka shumë të veçantë. Pse? Sepse është shumë kritike. Do me thonë, kur e shef që ti e keq që nuk janë gjë nuk bën, nuk ka se thot, i po shqipe se është bukur, po nuk është aq e bukur. Nuk ti bjen leg, ta thot trëq direkt një aty. Është keq, mos e bën. Kjo gjë ty të mobilizon, nuk të zmbraps. Fiks. E një natyrën tënde. Men me kenë me kam tokë. Normalisht, se nana, normalisht e mjef. Edhe është shumë supportive, se tash më ka ndihmu ka në interpretimit. Edhe, do me thënë, mu më ka ba mundi mirë me vedin. Se, adin, në këtë periull, unë mund t'jem pak e halakatun, pak me kërënëre. Dëshira të shumta, si që është rinia. Pa. Po nana më ka mobilizu, si shteti, edhe jam shumë mirënjohëse për nanën teme, sepse mos kishte kenë nana që është kështu në këtë mënyrë, unë kisha kenë një fije ma halakat, unë kisha kenë... Silvia, ti je mësuar me skenën. Edhe si kur ti ishe thjesht spektatore, sepse mama të ka marrë shpesh në teatr, je njoh me prova, me shfaqje, me premiera, me aktor, por edhe ke dalë në skenë, si që thej më herët. Cila është kjo eksperiencë jotja me skenën? E para krejt, ka kenë bia shqiptare, kena kenë me profesor Gjën Shlakun. Unë të kam ndjek. Shumë bukur, jashtëzakonisht bukur, ke kënduar me vokal të impostum dhe nuk ka qenë thjesht, apo? Nuk ka qenë thjesht, pse? Sepse aty ka qenë një
Veprim muzikor i Ad Vincenz Prenushit mbi muzikën e Ad Martin Po tham kana vokale, nuk ka kanë shumë e thjesht, sepse unë kam pas, dohon, e thjesht ka kanë, po ja aq e thjesht sa duket, sepse duket sikur jam të knu diçka krejt thjesht, po në fakt është i ult vocal range aty. Edhe, do me thënë, mu ma përshtat, sepse edhe më që sa venere kam pak zonin poshtë, se sa Margherita, se Margherita është ka zonin më të hollë, më femnor, më hëna, unë kam femnor, pa e kam i fje më pak si... Ka ngjyrime të ndryshme. Pa, ka ngjyrime timbre e përshëndesim edhe Margarita Shlakun. Edhe, do me thënë, më ka ndihmu Zysh Rita Dervishi. Një pedagoge mrekullueshme vokalit. Që më ka ndihmu, do me thënë, a janë respekt shumë për punën e saj. Taman, më ka hap zonin, sepse më thotë zero zonin, se unë e moshë këto. Aja më ka taman në fillim, më ka ndihmu me hap krejt. Pra kjo ishte një eksperiencë e parë, e cila u pasua me eksperiencat të tjera? Po, kam kënë edhe te koncertin Shirok, që kam kënu një këngë vetëm, edhe një këngë me duet me Rezarten. Nga publiku a prit shumë mirë, jam shumë bukur, do më thënë. Kam qef kur pritet mirë nga publiku. Po këshu në aktivitete shkollore, ti ke eksperimentuar pa dyshim shumë herë. Kam kënë të gjimnazia atë pjede me shkolla, kam kënu 2-3 këngë, shto. Në fakt, kena ba djamut që unë tonë, ka kënë si tip, ja festival, po kështu festival në shkolla, kena shku në Itali, 3 këngëtar më të mirë më zgabosha, edhe kena kënu. Të gjitha këto të kanë bërë që gradualisht ti të ngjitesh skenën. Shkall, dhe tani ndjehesh mjaft mirë. Në fillim të herës më the që arti është mënyra ime e shprehjes. Bravo. Ashtu siç edhe prindrit dëshironin, por që përkove me muzikën. Me muzikën që ndez zjarrin e shpirtit të njerëzve. A është kështu apo jo, Silvia? Muzika shëron shpirtin. Sa bukur. Mirë, ti je një vajzë e re, në moshë para studente, nuk e di, si mendon vijimin tënd të formimit, në ç'është drejtim? Atëherë, unë kam kryer gjimnazin dhe do të hitesh në universitet, kam zgjallë degën e psikologjisë, sepse unë jam një tip që më pëlqen mi kuptu njerëzit. Du mja thith kejt longun, se po thona njerëzve, edhe më pëlqen edhe mi ndihmu njëkohësisht. Por unë nuk do ta lë masdoret fushën e artit, fushën e muzikës, sepse atë kam pasion, do me thonë që se kam kënë fëmijë, kam thonë, unë kam bë këngëtare, edhe inshallah bëhem, por adin, fusha e muzikës, se këllimit, me kënë këngëtare, duhet shumë punë, duhet talent, por duhet edhe fat. Dhe unë të trija mund të kemë, po në fund fundit... Mos i diskuto që i ke. Në fund fundit është diçka që... është diçka abstrakte, taman, kur e shef. Deri sa të rritesh. Prandaj unë kam zgjallë në psikologjinë, që të kemë edhe profesion, një profesion taman me kam tokë njëkohësisht. Pra, më që se unë bëhem një këngëtare, edhe pyesin, po thona, qa ban me jete? Me thonë psikologe. Ashtë flok. Shumë bukur. Mirë, ti psikologe. Si mendon, dhe më thënë, ecurin tënde, sepse akoma je në hapat e parë, do të shkosh në universitet, natyrisht do të zgjerosh njohurit, kulturën, formimin tënd. Ti ke kënduar kadal, që nuk mund të eci më kadal. Për ty në një të ardhme, mendon që pikërisht kjo Shkodër do t'jetë ajo vatra ku ti do të komunikosh, do t'japësh, do të marrësh nga shpirti yt. Absolutisht. Apo do të ecësh diku për larg? Atëherë, unë të shtijem 17 vjeqe, dhe unë nuk mund të shkoj jashtë, kështu që jam të bë një vit këto, në Shkodër, sepse plus është edhe nana vetëm, rrimete një vit,
mrapa kam me ik, s'kem ma pa, kam me ik në Itali, me shumë mundësi, sepse atje ka ma shumë mundësi për me bëhet diçka të madhe. Do me thënë kjo ka dal, që në ka fix. Ka dal. Të kam thënë, Beatrice është fantastike. Po ta dëgjojmë një herë, edhe një herë atë kulmin e këngës. Okej. Se më the vetë, do të dëgjosh prej meje 2 pjesë të këngës. Ti kënova të dyja përpara. Të dyja ishin. Po ta bëj prap një tjetër. Një fragment. Po bëj strofën e mrapa kaloj në refren. Po. Të shtim. Sigurisht jam tu i gabu, po së mduken e fort mirë as jo, sigurisht ashtu na harru, a i tha mos pritni hani gur pa mu, meret fryma, oksigeni s'kalon ku fyde, ba, sigurisht unë kam mërzu, hajt mos rini ju tu im gjyku, sigurisht kena me u gzu, po nadjo kohera shte osiftu si shkëll qen buna. Ashtë veli kodrave tona, ira ka që fort në qënë hava, po ti i e foleje ngrosi. Je foleje ngrosi, Në shpirt, unë do të ruj me gjelozi. Shifnë në ojën të gjilë të riponat, o në dili prendan maskalos, nuk e shef se jam të jes në gjelpona, në s'mune micmo ka dor. Silvia, sa bukur e ke këndu, dhe sa bukur e këndon. Unë të uroj që jo thjesht të kesh sukses, po të kesh një ecuri të shkëlqyshme. Shumë faleminderit. Tek ai shpirti pastër, i bardh, i bukur, ashtu siç ëndrat e rinis janë. E të uroj që ne do shihemi, sepse ti do vish në skenë, se mos thuaj se s'do të më shohësh. S'është e vërtet. Dëshiron të vish tek Lulebora, tek koncertet e tjera? Po, do vazhdoj me hapa, shko. Do më jetë 3 për i herë, po. Nga dalin nga dal. Më pëlqen edhe ky temp i mëngjesit që është përndan edhe tek ata që po na ndjekin. Shumë kënaqësi, Silvia. Unë të uroj që rruga jote e artit të jetë e suksesshme e pafund, me atë dëshirën e madhe që ke, dhe kur të mos kesh shgënjime, rrëzime, siç thotë, gjëra të vogla mund të jenë, po të ecësh përpara, ashtu siç ti dëshiron. Një vajzë shumë e çiltër që ma ngrohe zemrën këtë mëngjes. Besoj se edhe ato që na kanë ndjekur. Ishte Silvia Kacarozi, fituese e çmimit të dytë në Lulebora 2020. Të falenderoj edhe një herë, Silvia. Veç suksese zemër, veç suksese.